Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Kemi miq, cift po kaloni, që ishini, te kini, qa bëni, qa s'bëni. Por ne sot kishim diell tej, edhe po shifja po lodheshin punëtorët e kantieri, po lodheshin goxha. Dhe më vajti mendja në fakt direkt e kantieret në Shqipëri dhe se sa keq punohet gjatë verës. Më punohet keq përgjithsisht, por gjatë verës akoma më keq dhe nuk kushtohet rëndësi stafit as pak. Vera po vjen, më saktë në Shqipëri ka një disa javë që ka ardhur dhe puna në kantiere bëhet disa herë dhe më rrezikshme se sa ç'është zakonisht. Drejtuar punëtorëve fillimisht, domethënë, pavarësisht në çfarë gjendje të jetës tuaj jeni, ose mund të thoni që nuk e kemi kohën buçi, nuk kemi lek, nuk kemi nerva të me këto gjëra, kemi hallet e tjera etj. Që online. Në qoftë se muresh edhe larg qoftë gjë në një gjë, edhe ato halle që i ke dhe po mundohesh të mbyllësh e të rregullosh duke marrë një rrogë në fund të muajit, shumë e vështirë. Shumë e vështirë nëse do të sëmuresh. Nuk do japësh një performancë, mund të humbësh dhe punën, por mbi të gjitha do e vuash me trupin tënd. Nuk është gjë e bukur fare të sëmuresh. Të bëhemi si në ndoka tash kot. Edhe është problematike, domethënë duhet të kujdeseni jashtëzakonisht shumë për veten tuaj. Duhet mundësisht të visheni mëngë të gjata. Pavarësisht se duket se kur është vap, po arebrit kot nuk veshin fustane. Është më freskët ashtu. Sidomos për ata që kanë direkt kontakt me diellin, për ata që vënë armatura, lidhin hekurin, vën kallupe apo ku dëgjon lloj-lloj. Çdo kush që punon jashtë është 100 herë më mirë të visheni me të gjata. Dhe në këtë mënyrë mbani sa më shumë lagështi. Lagështia baraz freski për trupin. Është shumë herë më e shëndetshme, plus nuk e keni atë pjesën akullore këtu që është kafe deri këtu, pastaj vanilje sipër. E kupton? Mund ta keni të qafa prapë gjithsesi atë se nuk i shpëton, po mundësisht këmisha pune. Këmisha pune është gjithmonë veçja më e mirë, sidomos për verë, të lehta. Dielli është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm nëpër kantiere, sidomos në Shqipëri me ato temperatura, Allahu na ruaj, jemi e parasysh është çmenduri. Nuk mund të silleni gjatë gjithë kohës, domethënë sikur jeni bërë për betonin, se nuk jeni njerëz. Ose keni zgjedhur vetë ose rruga ju ka çuar për atë profesion të tillë, por prap kjo nuk do të thotë se ta lësh veten pas dore me që puna është e vështirë, përkundrazi. Kushtojeni më shumë kohë vetes, kushtojeni më shumë kohë trupit tuaj, se fundja fare tani e thon troç me atë po i fitoni lekët. Kupton? Djegjet nga dielli konstante, njëra pas tjetrës, janë një nga shkaktarët kryesorë të kancerit. Edhe jo, nuk jam tek ata tipat, nuk hyj fare tek ata tipat që mendojnë, jo po se dielli është i keq etj, më dielli është shumë i mirë. Por qella me kripe me karar. Është armiku numër 1 brenda mundësive, gjithmonë brenda mundësive, se nuk duhet të hyjë njeriu në hak, duhet të përdorni edhe kremra. Edhe nuk je gay fare për të përdorur krem. Është thjesht një përkujdesje ndaj vetes, ti po ruan veten tënde në mënyrë që mos të përfundosh në spitale, mos të përfundosh me dhimbje, mos të përfundosh me djegje të tilla që larg qoftë në gurtë në drut, mos të përfundojë në një sëmundje të keqe. Se janë shtuar dhe shumë kohët e fundit, e kupton, me gjithë ato pislliqe që hamë, me gjithë ato aroma, erëra, tymra, gazra që na kundërmojnë gjatë gjithë kohës, domethënë sidomos në Tiranë, që është konstante, edhe kjo tjetra ju duhet pastaj, edhe ju bëhet një koktejl gjëra që pinë nëna birë, hajde gjëja fundit. Bëni kujdes gjatë gjithë kohës të keni ujë me vete. Në verë, pavarësisht se sa të mira janë, nuk këshillojnë shumë gjithë ato që kanë sheqer. Ndonë gjatë gjithë kohës ke ujë. Jo me akull, please. Shkakton një probleme me tani në bazë se unë nuk do doktor nuk jam, po me aq njohuri sa kam, domethënë me çka kemi bërë ne kurse
për kujdesin ndaj punëtorëve dhe kujdesin ndaj vetes tonë. Domethënë shkakton probleme me astmën, shkakton probleme me ushqim, shkakton probleme me fytin, shkakton probleme me sinuse etj për shkak të ndryshimit të shpejtë të temperaturës në pjesën e gojës, fytit edhe të veshëve. Kështu nuk është shumë gjë e bukur domethënë të këti hapësh vetes probleme vetëm se shijon super fare ai ujë që është me akë. Uji të ftohtë është në rregull, mundësisht në temperaturën e ambientit, po tash me 37 gradë sa bëhet aty, vallai e 37 gradë nuk pihet, po uji të ftohtë të freskët për të freskuar. Pasa duhet të keni të rregullta, edhe nëse ai kryetari i skuadrës sot na do mbarojmë të se s'bën se kështu ashtu, tale vllai se na vdiqen, lëna të marrin frym, të freskohemi që të jedhim çiku i suratit, pim në një glenk ujë, edhe vazhdojmë prap me gjithë qef, se për të punë jemi. Nga ana tjetër dua të trajtohem pak stafi drejtues, janë inxhinierat e rinj, kryetar skuadre, kryetar kolone etj. Lloj soi, domethënë. Shefa Auiu. Në fund fare interesi juaj përgjithshëm është që të ndërtoni, të merrni rrogën në fund të muajit dhe në një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe rroga juaj varet edhe nga inputi i çdo lloj punëtori. Kupton, nga gjendja se sa ata mund të përmbyllin në një kohë të përcaktuar. Dhe mundoni që disa gjëra t'i bëni me detyrim, siç janë pauzat për shembull. Çdo një orë pauzë për 10 minuta. E kupton? Krijon një atmosferë të mirë në skuadër, plus që e ngre dhe morali përgjithsisht, kupton? Se nuk ka të njëjtën ndjesi njeriu kur punon si sklav të gjithë kohës pa marrë frymë. Në fund fare, i gjithë procesi, suksesi është i lidhur me punëtorët. Edhe nëse ata nuk janë në gjendje optimale, as juve nuk mund ta bëni punën tuaj optimale. Mundoni për shembull sidomos për punëtorët që mbase mund të keni pak njohuri që nuk janë në gjendje të mirë. Sillni ujë të ftohtë. Nuk të gjejnë gjë nëse ble një koli me shishe me ujë, e fut një ditë përpara në frigorifer dhe ja çon atyre në drek, ja shpërndan. Nuk ka një problem të madh sikur të shpërndash një 2-3 kështu kremra gjëra për kundra diellit. Edhe ti ju shpjegosh, se po ja dhej thonë për çfarë, se s'do lyej mund tashin ne punëtorë ndërtimi, nuk jemi modela. Po e ti shpjegosh që pse qysh tek fakti që bëjmë punë të vështirë nuk është se janë të dënuar të vdesin, përkundrazi. Mund të jetojnë gjithë shumë mirë. Edhe akullore çojnë ndonjëherë pastaj. E ke parasysh? Kjo s'ka lidhje fare me shëndetin në punë, po ngre moralin në burrë. E lidh skuadrën me njëra tjetrën. Edhe juve që bëni po thojse të njëjtën punë që bëj unë, menaxhim, biçyerje etj, kontroll kualiteti, ja u që s'keni punëtor tuaj, s'keni lidhje fare me të tjerët, domethënë. Ama në burrë se është një 5.000 lekë, një 10.000 lekë për ato punëtorë që ka atje si edhe në një kola secili apo ku dëgjon ndonjë diçka të freskët, si është qetëson diku edhe mendërisht. Kjo nuk është se zënçon asnjë nga problemet që ata kanë, nuk diskutohet, është si një rritje rroge, domethënë ta balancosh me një natë me pica dhe me bira, nuk funksionon. Por prapë është një gjest që mund të ndihmojë në rritjen e moralit. Edhe mund të diskutoni edhe me shefat tuaj për katës që për shembull uji i ftohtë apo kremra gjëra të vjen në dispozicion edhe të quhet si kosto e firmës. Sa aq lek më e kupton, janë të papërfillshme fare për dikë që ka një kolon apo një firmë. Është kulturë pune. Do të kujdesesh ti për ata që ata të kujdesen edhe për biznesin tënd, edhe të t'japin ty në fund atë produkt ose atë performancë që edhe firma të ngrihet edhe etj. Edhe së fundi pasaj, po jo më pak e rëndësishme është pjesa e shefave, kupton? Llogaritja se këto gjëra të humbasin kohë apo të ngadalsojnë punën ose të bëjnë të varfër janë shpenzime kohë që sy hyn në punë njeriu është gabim, është objektivisht gabim. Sepse të gjitha këto centet që kursejnë nga këto lloj gjëra do të bien më vonë. Se nuk vonojnë asnjëherë. Thjesht do vi momenti për shembull që do jeti smur në njëri do të bëjë tifua, në njëri do jeti dehidratuar, tjetri do ketë nga ato ethet diellore.
Kështu, e kupton? Edhe nga 10 vita që ishin skuadra, do ngelin 6. Ne do të bësh një të punë që do të bëjmë me 10, do të bëjmë me 6, në vend se ti ishe përkujdesur pak më shumë dhe mbase të gjithë nuk do e kishin shpëtuar, po të paktën nga 4 të sëmur 3 e sigurt. Kaq e thjesht është. Nuk kursehet për këto lloj gjërash. Edhe sidomos atyre që kanë qenë dikur punëtor vet, sidomos atyre shpirtrave sipërmarrës që kanë provuar se si është puna vet, e kanë kuptuar se sa e vështirë është, kanë pasur, ku dëgjon, tani si ta them, 2 mend në kokë apo 2 mundësi më shumë për të ecur përpara për të bërë diçka të vetën, dhe tashmë kanë njerëz nën vete që i kanë punësuar dhe i drejtojnë dhe kujdesen për ta në një farë lloj mënyre, se në fund fare po i mban edhe me punë. E ata po të mbajnë ty me performancë edhe të paguash në fund. Por të bëj demokracinë më bastardi mundshëm është tani kur miksoni kola, kur bëni llaç, domethënë në fund të ditës mistrit edhe lopatat edhe ato mikserat lahen, e kupton? Për gjërat që nuk kanë ndjenja, por që e dim në mënyrë objektive që prishin, valla, se është material, është thjesht një makinerie apo një vegël. Për këto gjëra kujdesemi. Përgjithsisht kujdesemi se i ke bler me lek. Po kjo në 4 orë apo në fuqi të 10 është e njëjta që do të funksionojë me punëtorët, është resursi jot. Ti si shef, resursin e parë që ke, absolutisht është krahu i punës, është punëtori. Ose i punësuarit. Mbase i tingëllon pak më bukur i punësuarit. Pa të punësuarin, ti nuk është se ekziston fix. E kupton? Se mund të jesh firma më e mirë, po nëse të punësuarit nuk janë aty, firma nuk je ti vetëm. Ti shtylla kryesore, patjetër, por e gjithë makineria do të jetë e vajisur. E kupton? Që një makinë, që po jam tani do të funksionojnë goma, do të funksionojnë frenat, motori, leshi, preshi, të gjitha gjërat duhet të jenë në rregull, në mënyrë që makina të eci sa më mirë, sa më lehtë, sa më në mënyrë më eficiente, të mos harxojë shumë e të gjitha ato gjërat që i dimë ne. Fillon prishet njëra, prishet tjetra, ishte më shumë bie rendimenti. E të rrof pastaj që ke firmë ku të vënë kostot jashtëzakonisht shumë të larta. Këto gjëra janë gjëra që shmangen për shembull, nuk kërkon na një shkencë shumë të madhe, të jesh pak human edhe të lexosh 2-3 gjëra se cilat janë rreziqet që i kanosen gjithë punëtorëve. Kaq për sot. Ju lutem ta shpërndani me gjithë ata që janë pjesë e ndërtimit. Nëse njihni dikë, tregojani si video. Nëse keni njerëz që janë punonjës në ndërtim, sidomos ata që punojnë jashtë, bile lutjuni të kujdesen për veten. Janë miqtuaj, janë baballarët, vëllezrit, baxhanekrit, çdo lloj gjëra keni, janë njerëz që duhet të dashur. Ju do doni të kishit për një kohë të gjatë. Mundoni të ngacmoni pak që të kujdesen për veten e tyre, se nuk është gjë e bukur të jesh 40 e kusur vjeç edhe të dalësh në kemp sepse është ke shkatruar trupin për 20 e kusur vitet e fundit. Hëse s'ka gjë si Amiriun, hëse në vlon gjaku, hëse kështu, hëse ashtu. Nuk ka asnjë lloj gjëje që ikën nuk duket. Çdo gjë do ta paguash, do ta paguash çmimin gjithmonë. Gjatë gjithë kohës ke për ta paguar çmimin. E çdo lloj gjëje që bën. Kështu që prandaj duhet të kujdeseni jashtëzakonisht shumë. Vera po vjen, kur gjithë do jeni në plazh ju do jeni në majt skelave, edhe nuk ka kush të kujdeset më shumë për juve se sa vetë juve. Kështu që ju lutem të gjithëve, thirrni mendjes për veten tuaj edhe për njerëzit tuaj të dashur. Deri herën tjetër, ju falenderoj që dëgjuat këtë pjesë të podcastit. Edhe mos harroni të bëni subscribe në YouTube. Ne tashmë përkthyem dhe platformën nga Patreoni, kaluam full në YouTube membership, pasi por ndjekësi shqiptar Patreoni ishte më pak i pëlqyer dhe çdo që të funksionojë tashmë me Buy Me a Coffee, PayPal dhe YouTube memberships. Si dhe normalisht do t'i rikthejmë përsëri Spotify for subscribers, ku mund të bëni gjithashtu subscription atje. Gjitha donacionet tuaja ju e dini që ndihmojnë për të mirëmbajtur podcastin, për software-in e tjerë që kemi shpjeguar që ato herë. Edhe tek tu mund të dalin në një kafe për buçin.
Na shkruani në për komente çfarë doni të flisnim edhe herë të tjera. Ose unë marr shumë DM, thonë jo për këtë, jo për atë, për këtë, për atë, po ti shkruani në për komente, domethënë që çfarë janë nga cilat janë disa nga problemet që juve do doni të dëgjoni të trajtoheshin në podcast. Edhe mos harroni pastaj këto të përgjithshmet, like, subscribe, share, au ju, e kupton? Na ndihmoni të shpërndajmë sa më shumë mesazhin. Se janë të rëndësishme, pavarësisht se u mundon të trajtoj si në tavolinë, si muhabet me çunat për shef. Po janë gjëra vërtet, domethënë që duhet të fokusohemi dhe duhet që bashkarisht të krijojmë një lloj fryme për kulturën e punës. Edhe unë do flas pak më shumë për kulturën e punës në kohët që vijnë, sepse i punësuari shqiptar është fort i pakënaqur. Dhe është fatkeqësi sepse nuk ka pse të jetë ashtu. Se po vinë të huaj, edhe po ja kalojnë mirë, edhe shqiptarët jo. Kështu që nuk është hera e fundit që do të dëgjoni për këtë. Deri herën tjetër, ja kalofshi super bukur, unë do ikim palestër tash. Edhe ciao. Buçim në bu, CH, CHI. Bu, CHI podcast.